Nga këty shpesher jemi drejtuar me emrin e president Rogovës. Vetëm lejohet edhe pse sot është i marrën peng nga policia dhe ushtria jugoslave i sigurt që ai me mendje dhe bindje është në mesin tuaj dhe në kërkesat tuaja, t'ju përshëndes në emër të tij. Sot jemi të buar si pjesëtar të kombit i cili në fund të këtij shekulli, të kombit shqiptar që në fund të këtij shekullit po masakrohet, vritet, po shpërngullet me dhunë, po bëhet përpjekje për të humbur identitetin e tij. Jemi të buar këtu në mes të Evropës, për të kërkuar nga ndërgjegjja e civilizuar e bashkësisë ndërkombëtare, mbështetje konkrete. Në mbështetje konkrete në kohën më kritike, jo vetëm për kombin shqiptar, po për demokracinë, për lidhjen njerëzore, atë evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jem të buar këtu që të falenderojmë Aleancën Veriatlantike, që të falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bill Clintonin, të falenderojmë Gjermaninë në krye me kancelarin Schröder, të falenderojmë Anglinë në krye me kryeministrin Blair, të falenderojmë Francën në krye me kryetarin Schröder, dhe veçanërisht falenderimi ju përket ushtarëve të Aleancës Veriatlantike, të cilët kanë vënë në rrezik jetën e tyre për të mbrojtur civilizimin, për të mbrojtur virtytet e demokracisë, për të mbrojtur një popull më të vjetër të Ballkanit. Ajo çka po ndodh sot në Kosovë, përpjekjet për të zhdukur një kombë të tërë, nëpërmes masakrimeve dhe zhdukjes së identitetit të tyre, është koha e fundit që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin masa konkrete nëpërmes trupave toksore për të ndëshkuar agresorin i cili është bërë shembull i një diktature më primitive që ka pa bota deri më sot. Kërkojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Unioni Evropian, nga Aleanca Veriatlantike që urgjentisht të vejë në ndihmë të kombit shqiptar dhe në ndihmë të civilizimit ndërkombëtar dhe të ndihmojnë kthimin e qindra mijëra shqiptarëve që janë shpërngulur me dhunë në Maqedoni, Shqipëri dhe vende të tjera, të cilët në deklaratat e tyre dëshmojnë qartë që ata nuk dëshirojnë të largohen nga vendi i tyre, por dëshirojnë të jenë të lirë, dëshirojnë ndihmën e botës, kërkojnë ndihmën e Evropës, kërkojnë ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës që urgjentisht të vejnë në ndihmën e tyre konkrete. Kërkojnë nga Maqedonia që të jetë e kujdesshme këto ditë të rënda të kombit shqiptar, e cila po heziton me kalkulimet slave për të shkatruar një kombë të tërë ose për të hapur dyert në vija të tjera. Shqiptarët nuk janë të interesuar të lëshojnë Kosovën. Shqiptarët nuk janë të interesuar të jetojnë në Maqedoni, as në Evropë. Janë të interesuar të jetojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre në vendin e tyre, në Kosovën e dashur të tyre. Kërkesa e veçantë i drejtohet opinionit ndërkombëtar, organizatës Kombit Bashkuar, që urgjentisht të marrin masa për lirimin e presidentit Rugova, i cili është marrë peng në radhë parë për të përqarë shqiptarët si kombë. Dhe së dyti, për të manipuluar me bashkësinë ndërkombëtare, e cila ka vendosur që të jetë në krahun e drejtësisë. Presidenti Rugova në deklarimet e tija për opinion ka thënë shumë qartë në intervistën e 3 prillit marrë nga Der Spiegel, revista e njohur javore. Ato jenë bindjet dhe programi i shqiptarëve që 10 vjet të shkuara.
Prandaj, Rugova si një nga liderët më shuar të kombit shqiptar. Me Rugovën është një etapë e kombit. Me Rugovën është dëshmuar orientimi shqiptarëve në perëndim. Politika e Rugovës orientuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropën është obligative për botën e civilizuar që të sigurohet jeta e lirë atij. Këto ditë të vështira, kombi jonë kërkon unitet, kërkon vepër, bashkërënditje. Le të jetë ky takim i sotsh një shembull i afrimit mes vetë dhe një mesazh për gjitha forcat ushtarake dhe politike për koordinim, bashkëpunim, bashkërënditje dhe orientim të kombit drejt pavarësisë dhe çlirimit definitiv të vendit tonë. Und die LDK, die Demokratische Liga des Kosovo, sie hat 8 Jahre lang vorbildlich nach dem Beispiel Gandhis gewaltlosen Widerstand geleistet. Sie hat unter der Führung Rugovas ein beispielhaftes Gesundheits- und Bildungssystem im Untergrund aufgebaut. Aber Europa, aber der Westen hat der LDK diese Gewaltlosigkeit nicht gedankt. Die LDK und die Kosovo-Albaner haben 8 Jahre lang so gut wie keine Unterstützung erfahren. Weder von der Friedensbewegung, noch von namhaften Intellektuellen, auch nicht in Deutschland, noch von den Gewerkschaften, von den Parteien oder den Regierungen Europas und Nordamerikas. Und schon damals war 500.000 Menschen aus dem Kosovo geflohen und die meisten von ihnen sind ja Flüchtlinge aus dieser Apartheidzeit im Kosovo zwischen 1989 und 1997. Njerëzën e motra, të nderuar miq, më në fund Aleanca Veriatlantike NATO e sulmoi maqinerin më të tmerrshme ushtarake në Ballkan, ushtrin e Miloševićit. Më në fund NATO u vu në mbrojtje të popullit më të lashtë të Ballkanit. Më në fund NATO u vu në mbrojtje dhe po i kthen hakut një popull që me vite të tëra deshtit të bëj një zgjidhje politike. Më në fund, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjithë botat demokratike po ndihmon shqiptarëve që të çlirohen nga dhuna serbe. Rov Presidenti Clinton, rov Presidenti Rugova, rov Kushtria Qeverimtare e Kosovës, rov Bashkimi Shqiptar dhe bisha, barbaria, si ndodh vetëm atyre popujve të ligjë, e mori peng edhe Presidentin Rugova. Edhe Presidentin Rugova që me politikën e tij dëshiron të t'i shpëtoj jo vetëm shqiptarët, por edhe të gjithë të tjerët të Ballkanit. Dieter, ich freue mich, dass wir zusammen sind, auch wenn es schlimme Zeiten sind. 3000 Jahre Illyra wird Slovo nicht vernichten. Schaut auf diese Wolken. Ich hoffe, in Kosovo gibt es keine Wolken heute.
diesen Mann. Noch ist Ibrahim Rugova gefangen und Slobo ist frei. Bald ist Ibrahim frei und Slobo gefangen. Ibrahim Rugova muss frei werden. Ich wünsche mir, dass Boris Jelzin nicht auf den Westen schimpft, sondern dass der russische Präsident den Präsidenten der Republik Kosovo da rausholt, anstatt zu schimpfen. In diesen Tagen, am Abend, in der Nacht, bevor man ins Bett geht, wenn man ins Bett geht, wenn man telefoniert hat und die Lieben zu Hause oder in Makedonien oder in Albanien nicht erreicht hat, dann ist man unruhig, dann hat man Angst, dann hat man Sorgen. Und dann fallen einem viele Menschen ein, die dumme Sachen reden. Lasst euch nicht irritieren. Aber ich sage euch, ich habe auch das ein oder andere Mal, wenn ich mit Freunden gesprochen habe, die über zu Hause gesprochen haben, als Deutscher mit euch Tränen in den Augen haben. Das ist nicht schlimm. Das geht vorbei. Und danach gibt es Frieden und Freiheit. Ihr habt eben unsere Hymne gespielt. Bei unserer Hymne gibt es eine Zeile, die heißt: Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Glück auf für ein freies Kosovo, Glück auf für eure Familie. Leoni që në vazhdim të jap fjalës zonjës Hildegard Müller, kryetare e Unionit të Trinjve të CDU-s dhe anëtare e kryesisë së CDU-s. Jetzt schlägt die Stunde einer unabhängigen und demokratischen Republik Kosovo. Ihr seid Europäer, ihr gehört zu uns. Deshalb darf die NATO ihren Einsatz nicht beenden, ehe nicht 3 Ziele erreicht sind. Liri Ibrahim Rugova. Me çfarë strategjie, mijëra shqiptar janë të rrethuar nga tanket serbe. Njëkohësisht, Miloševići përreth fabrikave të rëndësishme ka vendosur vullnetarë serb si mburoja të gjalla. A nuk do të duhej të ishte NATO-ja e kënaqur nëse Miloševići përsëri ofron bisedime? Ky sigurisht që është qëllimi i tij dhe ku ta di djalli se çka do të kërkojë. As ne, as ushtria jonë çlirimtare nuk kemi mundësi të shpëtojmë këto pengje shqiptare.